Gjykata e Tiranës ka vendosur shtyrjen e ekzekutimit të dënimit me 2 muaj burg për 34 vjeçaren Dorina Sejdini, duke urdhëruar lirimin e saj nga burgu i grave në Pojsk, ku ndodhej së bashku me foshnjën 1 vjeçare. Vendimi u mor pas kërkesës së avokatit mbrojtës. Sejdini ishte arrestuar pas kthimit nga Gjermania në zbatim të një vendimi të formës së prerë për dhunë në familje ndaj vjerit të saj. Pas arrestimit, foshnja ju bashkua nënës në burg, ndërsa 2 fëmijët e tjerë të mitur mbetën në kujdesin e familjarëve. Rastin gjalli reagim të gjerë publik dhe institucional. Gjatë ditës së djeshme, avokati i popullit vizitoi 34 vjeçare në burg dhe kërkoi verifikim të plot të procedurave. Kemi nisur hetimin e çështjes. Kemi çuar një grup inspektimi në komisariatin numër 6 dhe në bllokun e sigurisë për të verifikuar fazën e parë, ku ne dyshojmë që mund të jemi para shkeljes së procedurës. Duhet kuptuar, është problem sistemik apo është vetëm një rast, sepse një nën me fëmijë në gjy është mbajtur në bllokun e sigurisë për 72 orë, mbase ka dalë një vendim i formës prerë, ka qenë e panevojshme, po hetojmë të çështje për të kuptuar këtë hallkën e parë. Dhe në vlerësimin ton, ajo nuk duhet ishte sot këtu, është këtu mbase për shkak të neglizhencës, por ndoshta për shkak sepse askush nuk ka ndaluar për të parë që mbas letrave ka një nën dhe një fëmijë në gjy që nuk duhet ishte në burg. Kjo tregon dhe burokracinë shtetërore që shpesh shikojnë letrat, kalohet nga një procedurë në tjetër, nga një letër në tjetër dhe askush nuk ndalon për të pyetur ky person që do ta vuajë këtë dënim, kush është? Në cila rrethana është? Ne do ta ndjekim në çdo rrethan dhe aty ku do të konstatojmë që është shkelur ligji, është abuzuar me procedurën, do të kërkojmë nga Inspektorati i Lartë i Drejtësisë marrjen e masave dhe pastaj respektivisht Këshilli i Lartë i Prokurorisë apo Këshilli i Lartë Gjyqësor. Pas seancës së zhvilluar këtë të njëjtë, Gjykata e Tiranës pranoi kërkesën për shtyrjen e ekzekutimit të dënimit, duke bërë të mundur lirimin e 34 vjeçares nga burgu. Ndërkohë çështja do të vijojë të ndiqet në rrugë ligjore lidhur me vendimin penal të dhënë ndaj saj.